Me kapitenin e ekipit Kamza Basket, Niko Thano, i cili luan sezonin e 5 me këtë skuadër. Vllaznia Kamza mbyllet me fitoren e Vllaznisë, Thano. Po, ishte, neshe e merituar nga Vllaznia, meritonte të fitonte, neshe shumë e luftuar, patëm shumë gabime thjeshta që ishte shumë e vështirë pastaj ta rekuperonim ndeshjen si që donim ne dhe të dilshim në ato gjëra që kemi punuar. Që me dikush do fitojnë. Në fakt pjesa para ishte në barazpesh totale, barazim perioda e parë 18-18 dhe perioda e dytë me 1 pikë diferencë për Vllaznin. Çfarë ndryshoi në pjesën e dytë që Vllaznia mori avantazhin? Po. Besoj edhe Vllaznia përforcoi mbrojtjen e saj, edhe ne, siç thash edhe në fillim, bëm disa gabime të thjeshta që le të themi ja bëm çik më të thjesht Vllaznisë në shënimin në sulm, edhe patëm dhe gabime mbrojtje që i dham goxha hapësira disa momente Vllaznisë që të shënonte disa pikë të thjeshta. Cili është objektivi i Kamzës për këtë sezon? Kur kjo është ndeshja e fundit për vitin 2025? Po, objektivi jon është që të luftojmë çdo ndeshje, të marrim maksimumin edhe të jemi të paktën në play-offin, edhe të gatshëm që të luftojmë pastaj edhe në play-off. Sepse çdo ekip është shumë kompetitiv këtë vit, ka disa ekipe që 6-7 ekipe që luftojnë për të hyrë në play-off, kështu që s'do jetë e thjeshtë. Thamë më herët që Niko Thano ka sezonin e 5 rradhës që luan për Kamza Basket. Do të vijojë bashkëpunimi me klubin e Kamzës? Po, dash zoti të jena mirë me shnet, edhe të plotësojnë gjitha kushtet normalisht, pse jo. Thano, faleminderit, suksese në vazhdim. Faleminderit.